djemë që këshirë bra dhe thminë bre tash llogarit e që qa ka faj thmija do më thonë, qysh mune taj një thmi do më thonë pa pik faj 5-10 vjetë, qa ka faj aj? E pse populli shqiptar këto nuk e banë, e pse serbë e banë, që të dihet do më thonë që këta janë kriminela, shqiptar nuk janë kriminela, serbë janë kriminela. Herën e para atje normal që me ata shok që ishëm atje në shtetet jashme, e bisedua me një shok, thash, i gjallë, a i vdekun, thash, pa shkue. Thash, se tuka, veni, gjoku, nuk po m'len i ven. Thash, me shku se, besë tash, keqë, me thonë, adin, mira me thonë se, besë dhe onër e kum po vetën para simonis, në uniforma, me shuk, talmatest. Kur nuk e harroj bili, e posh onër vetën në uniform, krejt, të ushtris, me orme, me krejt, knaqësi, kur u qëvan me nxes, i posh shqiptarët një faledine e molle, kual të mëlloj, edhe ishën hyp mi kual, që me thot ashtë 200-300 një mëna ishën një farë ledine, edhe gjithmonë popull i shtypën. E thesha, man zët, thesha, qysh erë punë ata shqiptarët me kokrenare. Iza dhe ke pej zëtet të orë, më shliru veni. Edhe i nga ishin kual, më thonë, anër, besa. E pseudonimin Ramba që ma ka lop, besa, tash, që me thonë, që gjeron filma, Ramba që e qetë, besa halop orë në luft, erdhë, a besë që është të banë gjitë dure në ka la qofe, ku për nëllën për këqyra, dhe në onër për të tregoj drejt, ma qitë dure në ka la qofe, që jasë përfiqirë se kum posë, dhe me thonë që ma lonë emni letina, dhe në kështë të dhe. Ka ndohë. Kjo onër të tregoj realitetin të që a i kum po, para se mëris për atje. A që kishë vullnetin e A që vullnetin të më mendën, qysh me orë, qysh me luftu, qysh me përgadit, qysh me armatuz vllaznin. Se bashkë me vllazën ke... Po kam qenë, me 2 vllazën kam qenë luftën e ushtrisë gjimtare. Po edhe me 10 nipa kem qenë, tani nipin tjetër Blerën Spahimën kam dëshmore. Dhonrën Mustafa Kastrati, familjes Shabapëllurës që më bërë emnin e djallit Shabapëllurës, edhe Shabapëllurës me Mustafën, me djallin e vetë të vronë atë lutë, më 3 gjenerate dhe me thonë llogaritet vronë për shkive. Tani tjetëri dhonër, Naim Kryziu, i Bubavecet, edhe i ka qenë, dhe me thonë, e përur ka qenë atë pjesën anejna, ka qenë djallë që ka luftue, nipin djallën e hollës se në Bubavec e kam, dhe me thonë, edhe mutrin e babës. Edhe i djallë e hollës Arsim Kryzive, edhe i ka qenë, dhe me thonë, i veshën në shtrishin në torë. Po tash mu, besë që tash mu më karo me Aslan Fazliu, llogaritën trenis me luftu. Që 28 vite. Po, me djallën e vllovt Aslan Fazliu, Fatunin, Fatën Fazliut, më karon rreth ku jam ku me shkije me rreth. Tash llogarit e leqë më karon me një antar familjes tyne, po më karon me tjetrin antar. Shpesh adin shumë raste dhe me thonë, bike me Fatmire Keqinen, po ku më karon Bajic ku e në koma, besë me Zejqen, në një lesë të i luftu që shtu një thumë, i ka e tjetë i djallë, tha jam për Bajice, thash, që e ki Fatmire Keqinen vlla. Dhe me thonë, më bike leqë, bike me këto, po më bike edhe me tjetrin. Adit e kem shumë raste, kem dhe me thonë që këto inqizime që janë për mes kambera, këto abes të veç 900 nuk janë. Sa rastet i kena që nuk duke. Atër se ke menduar vetëm... Pas që e ku menduar, si ku më thonë, diku inqizëm atu, kushe di qysh në kanë rrugë ato inqizime, dhe më thonë gazetarve që kanë rëziku, se që gazetar që mi ka bëjë që të nizime, kanë të për një luft tjetër, a ju shku vëro, se ka rëziku, dhe më hinë frët, ka inqizu.